Pas 7 vitesh ndalim, Shqipëria po përgatitet të rikthejë bastet sportive në një treg të rregulluar, por vetëm në internet. Qeveria njoftoi në korrik se ka përfunduar kuadrin e ri rregullator, i cili do të mundsojë licencimin e deri në 10 operatorëve online. Si shkruan iGaming Business, bastet sportive, sallat e lojrave elektronike dhe format e tjera të lojrave të fatit online u ndaluan në Shqipëri në vitin 2019. Megjithatë, aktiviteti nuk u zhduk. Sipas vlerësimeve të Gambling Compliance International, tregu i parregulluar i basteve sportive online gjeneroi rreth $117 milion të ardhura bruto nga lojrat në vitin 2024 dhe $126 milion në vitin 2025. Duke përfshirë kazinot online dhe pokerin, tregu i parregulluar online vlerësohet se arriti në $229 milion vitin e kaluar. Kryeministri Edi Rama kishte pranuar që në vitin 2022 se pavarësisht ndalimit, ekonomia e basteve vazhdonte të funksiononte në internet. Në atë kohë ai argumentoi se synimi ishte nxjerrja e këtij aktiviteti nga ekonomia e zezë dhe formalizimi i ardhurave. Parlamenti miratoi në vitin 2024 legjislacionin për hapjen e pjesëshme të tregut, por u deshën më shumë se 2 vjet për të plotësuar aktet zbatuese. Në korrik 2026, autoriteti i mbikëqyrjes së lojrave të fatit njoftoi se kishte përfunduar të 8 rregullore të nevojshme. Pse u ndaluan bastet? Në vitin 2018, kur parlamenti votoi ndalimin, tregu shqiptar i basteve sportive kishte një qarkullim vjetor prej rreth 700 milionë eurosh. Në vend funksiononin rreth 4000 pika bastesh për një popullsi prej pak më shumë se 2.8 milion banorësh. Hendri Hanaj, themelues dhe partner në studion ligjore #Lawyers, thot për iGaming Business se pikat e basteve ishin përhapur gjerësisht, përfshirë pranë shkollave dhe në lagjet e banimit. Sipas tij, bastet në shuma të vogla ishin bërë një aktivitet shumë i përhapur. Në atë periudhë, qeveria argumentoi se zgjerimi i tregut poshtonte rrezikun e varësisë dhe po ndikonte veçanërisht te familjet me të ardhura të ulta. Rama ngriti gjithashtu shqetësime për integritetin e sportit dhe lidhjet e pretenduara të disa kompanive të basteve me krimin e organizuar. Pas ndalimit, megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e aktivitetit kaloi në tregun e paligjshëm online. Vetëm baste online, jo pika fizike. Modeli i ri nuk parashikon rikthimin e pikave tradicionale të basteve. Do të lejohen vetëm online, ndërsa pikat fizike dhe sallat e automateve do të vazhdojnë të jenë të ndaluara. Kazinot do të mbeten të kufizuara në disa ambiente të përcaktuara në hotele me 5 yje. Ligji parashikon deri në 10 licenca, por numri përfundimtar do të vendoset nga Komisioni i Licencimit kur të hap procedurën e aplikimit. Kjo do të hapur mundësinë që në fazën e parë të licencohen më pak operator. Qeveria parashikon se sistemi i ri mund të sjellë rreth 2 miliard lekë ose afërsisht 20 milion euro të ardhura publike në vit. Operatorët do të paguajnë 15% të xhiros në një fond posaçëm për kulturën, sportin, teknologjinë dhe inovacionin. Ata do t'i nënshtrojnë gjithashtu tatimit 15% mbi fitimin, taksave vendore dhe tarifës së licencës. Tarifa e licencës do të përcaktohet përmes ofertave, por nuk mund të jetë më e ulët se 400 milion lekë, rreth 4 milion euro. Pagesa do të ndahet gjatë periudhës 10 vjeçare të licencës. Identifikimi detyrueshëm dhe ndalimi pagesave me para në dorë. Kuadri i ri vendos kontroll më të fortë mbi lojtarët dhe transaksionet. Çdo person do të duhet të regjistrohet online duke përdorur kartën kombëtare të identitetit. Bastet me para në dorë nuk do të lejohen dhe pagesa duhet kalojnë përmes bankave shqiptare, institucioneve të licencuara të paras elektronike ose ofruesve të autorizuar të pagesave. Operatorët duhet monitorojnë transaksionet dhe të ruajnë të dhënat e lojtarëve për të paktën 3 vjet. Ata duhet të zbatojnë gjithashtu regjistrin kombëtar të vetëpërjashtimit dhe të informojnë lojtarët për rreziqet e lojrave të fatit dhe mundësitë për të kërkuar ndihmë. Sipas Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, Shqipëria aktualisht nuk ka një qendër të posaçme këshillimi ose rehabilitimi për varësinë nga lojrat e fatit. Rregullat përcaktojnë edhe masat ndaj operatorëve që shkelin kushtet e licencimit. Shkelja brenda 3 viteve mund të sillin pezullimin e licencës për një periudhë nga 30 deri në 2 vjet, ndërsa një shkelje e tretë mund të çojë në heqjen e saj. Kush mund të marrë licencë? Kriteret për hyrje në treg janë të forta. Kompanitë duhet të regjistrohen në Shqipëri si shoqëri aksionere, të kenë përvojë në sektorin e lojrave të fatit në të paktën 3 vende të Bashkimit Evropian ose OECD-s dhe të kenë realizuar të paktën 2 miliard lekë, rreth 20 milion euro, xhiro gjatë vitit të fundit financiar. Kapitali aksionar duhet të jetë paktën 40 milion lekë. Licenca do të jepen përmes një sistemi pikëzimi që do të vlerësojë ofertën financiare për licencën, përvojën në sektor, strukturën e drejtimit, teknologjinë dhe programet kompjuterike, si dhe planin 3 vjeçar të biznesit. Sipas Hanajt, këto kritere favorizojnë kompani të mëdha ndërkombëtare me përvojë të konsoliduar në tregje të rregulluara. Edhe rregullat për procedurën e konkurimit tregojnë interes për të tërhequr operatorë të huaj, pasi thirrja për aplikime duhet të publikohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në 2 gazeta ndërkombëtare. Kush po e mban peng procesin? Në korrik 2026, më shumë se 2 vjet pasi parlamenti miratoi rihapjen e pjesëshme të tregut, autoriteti i mbikëqyrjes së lojrave të fatit i Shqipërisë tha se të 8 rregulloret zbatuese ishin finalizuar. Por ndërsa operatorët presin që të fillojë të qellojë, autoritetet kanë mbetur të heshtura në lidhje me afatin e saktë kohor për zbatimin e këtij vendimi. Në kohën e publikimit, Ministria e Financave nuk i ishte përgjigjur një kërkesë nga IGB
për të sqaruar afatin kohor. Ajo që mbetet gjithashtu e paqartë është saktësisht se sa nga 10 licenca do të jepen dhe nëse tregu ligjor do të jetë i mjaftueshëm i madh për të mbështetur më shumë se një grusht kompanish. Shqipëria dikur ishte një vend me aktivitet të zjarrt bastash, duke të kaluar peshën e saj demografike në vëllimet e bastave. Megjithatë që kur bastet arritën kulmin në vitin 2018, popullsia e Shqipërisë ka rënë nga 2.8 milion në 2.75 milion dhe mbetet një vend me të ardhura relativisht të ulta, por në lojrat e fatit dhe sektor të tjerë, kombi ballkanik ka një histori të gjatë sfidimi her pas here të shanseve ekonomike.